Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua tani të flas për Loredana Bratin, për Gjestin edhe për Jozin. Në fakt Loredana Brati, Gjesti dhe Jozi kanë qenë në çënjestër, kanë qenë në qendër të vëmendjes të gjithë këto ditë të fundit, duke u folur, duke u përfolur për to. Domethënë është komentuar jashtëzakonisht shumë për to. Loredana nuk ka fol fare për të gjitha thashethemet në fakt që u bën, sepse kishte ca thashetheme ku Loredana kishte dalë në një hotel me Gjestin, ku Loredana kishte qëndruar me Gjestin, ku Loredana kishte ndarë momente me Gjestin. Gjesti nuk foli, Loredana nuk foli, Loredana ka qenë në shënjestër edhe për Don Gjonin. Të gjithë do me thënë ishin kureshtar të dinë se si është marrëdhënia e Loredanës me Don Gjonin, por Loredana ka përzgjedhur që të flet pikërisht për këtë storje. Ajo ka thënë në rrjetet e saj sociale që unë më së shpejti isha kthyer Jozit dhe kisha bërë dhe një lidhje me Jozin, sesa me Gjestin. Kjo deklarat e Loredana Bratit ka ngritur një ton të lartë të ndjekësve, të cilët janë duke e akuzuar si një vajzë e cila është mosmirënjohëse në shoqëri. Loredana nuk është se ka patur ndonjëherë marrëdhënie me Gjestin, ne kam thënë gjithmonë. Loredana ka patur një afrimitet, ka patur një shoqëri të mirë, ka patur një respekt për Gjestin, gjithashtu dhe Gjesti për Loredanën në Big Brother e ka vlerësuar. Mendoj që deklarata e Loredanës nuk duhet të dhënë në këtë formë për Gjestin, sepse unë mendoj që në aspektin e djalit Gjesti ka shumë pika të veçanta dhe ajo vajzë e cila do ta bën Gjestin që ta dashurojë atë, jam i bindur që do t'ia nxjerrë edhe më të mirat sa që janë arritur që t'ia nxjerrin Gjesti, dhe për këtë gjë jam shumë i bindur dhe jam shumë i saktë në këtë që e them. Loredana dhe Gjesti nuk është se kanë patur ndonjë zëng, por Loredana, siç duket, qëndrojmë në atë fjalën që kam thënë unë gjithmonë, që Loredana vazhdon të ketë brenda vetes së saj pëlqim për Jozin, por nuk e ka guximin ta thotë, ndoshta shkaku i paragjykimeve apo i natyrës së Jozit. Kjo deklaratë që tha Loredana për ta sqaruar situatën nuk është pritur mirë nga fansat e Gjestit, sepse e kanë marrë si një lloj ofendimi kundër drejt Gjestit. Kjo në fakt është e gjitha ajo përmbledhja e gjës që Loredana ka bërë. Domethënë nuk ekziston asnjë raport me Gjestin, por në këtë rast domethënë pretendon që mund të kishte diçka interesante me Jozin ose e ka thënë për ironizim.